400 komente në postimin fjalë, edhe falë zotit 2 komente, një më ka thonë ti e ki veshën arabe, shko jeton Arabi, edhe ka qenë kolegi jam i fakultetit, që unë i kom kalu 4 vite në banka bashkë me to, edhe nuk e kom marrë për bazë, se unë e një personalisht edhe është ko gjanë moshë dhe mërë të kesh mi u qasë, e lashe i një rova, edhe një tjetër ka qenë zoja ka drejt me folë që ka dënë. Edhe qëtu 2 komente kanë qenë që unë nuk, do më thonë, kanë qenë kundër me pjesa tjetër, 388 komente tjera kanë qenë sharje, ofendime për zojen, të më qitë fakte kush është ajo, të më qitë video për lëvizjen e deçanit, e tjera. Do më thonë, edhe ju kom thonë, ju kom lutë zotit i shala së më gjenë për Facebooka, se po më vjenë marre, që kam folë për ta në për statuset mija. Jo më një keq, se qita vetën në një moment në pozitë saj, mbi gjitha është femën, mbi gjitha është nanë, nëse ajo nuk njët keq fëmiu i saj, e kisha një lloj empatie, pavarësisht ofendimeve dhe tendencës saj për me njollos fenë islame. Unë mendoj që ka ardhur koha ka qenë gjithmonë realisht, po ka ardhur koha që tash që njerëz, jo vetëm unë edhe te, ose ai tjetri, po edhe ata që si takojnë komunitetit musliman me na mbrojt. Jo me na mbrojt në kontestin fizik, se na të ke fundit di me hinë për shpia kur të me na rrejt dikush. Po në kontestin medial, me na mbrojt të e pas parasysh që kemi të drejt me jetu në këtë vend. Njej që shka të drejt me jetu, dikush që ka tika në veshjes mineq, pantollat të ngusht, këthizën qplut, aty e normale, po respektam edhe mu se dhe unë jam kontribusi që ti shteti. Edhe unë kontriboj për me marrë një pag ministri, kryeministri, është reciproke, shoqënia duhet me funksionu në mënyrë reciproke për me konë shteti zhvillum. Tash këto sulmet mediatike, neve na vrajnë veshin momental. Po e jona e keqja jonë është që në asë një moment kur s'kisha dasht me injoru as ajetin kuranor, as hadithin. Po unë mendoj që ka ardhur koha që me ngrit zanin pavarësisht që na kemi hadith që thot nëse largosh për një debatit e kini e shpi në xhenet. Po, largohemi, nuk është problem. Ama, nëse unë kom u përqesh sot, kom u përqesh nesër edhe nana jam, qofte gjallë, qofte vdekne. Sa ju thot, ty t'ka linë dikush e qaj dikushit ka mësu, të paktën mi mbrujt ftyrën atyne, të paktën mi ju tregu që ata kanë kontribu që na mu eduku, edhe mos më najtë në heshtje. Unë është një shumë motra që kanë kry fakultete, edhe për shkaqe që i kanë bodo fëmi kanë metë në përshti. Unë e një kapacitetin e tyne, unë e di që kanë me thonë. Besom që më kanë shkru, më kanë thonë, më ka dok që po flasë vetë. Edhe jo më një e përmbush në kontekstin asaj që s'ju ka jep asaj mundësia. Nuk ekziston as një mënyrë mos me pas dikush guxim.